Në Kosovën që sapo ishte çliruar me 1999, kur po viheshin themelet e një rendi të ri politike vleror drejt demokracisë e mbetësisë, e ku më së pari po ndryshonin rregullat e të folurit në publik, në gjatë Daci e pati për detyrë ta drejtonte diskutimin në Kuvendin e Kosovës nga pozita e kryetarit. Me maturinë dhe qetësinë e tij karakteristike, ai dha shembull se si duhej kuvenduar në këtë kuvend dhe si duhej zhvilluar betejat politike nga foltorja dhe ulset e këtij kuvendi. Si deputet i Kuvendit Kosovës me 17 shkurt 2008, në gjatë Daci ishte njëri nga nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë Kosovës, i cili duke hedhur firmën e tij në atë dokument e përjetësoi emrin e vet në historinë e themelimit dhe ngritjes së Republikës së Kosovës. Por për te angazhimit të tij politik, profesor Nexhat Daci kishte hyrë në jetën politike të Kosovës nga bota akademike, gjegjësisht nga Universiteti i Prishtinës, ku ai kishte qenë ndër anëtarët e parë të stafit akademik si ligjërues në fushën e kimisë. Me sa duket, nga profili i tij prej kimisti, rrjedhte dhe përllogaritja e tij deri në doza të vogla të secilës fjalë dhe të secilit veprim në publik, për çka ai është fiksuar në kujtesën kolektive të qytetarëve të vendit tonë. Si politikan Nexhat Daci ka ditur ta luajë rolin e një figure balansuese mes poleve dhe në skenën politike të Kosovës para dhe pak vite pas pavarësisë ishte e kundërta e polarizimit në skenë. Si shkencëtar i kimisë, Dr. Nexhat Daci ka qenë original dhe punëtor në studimet e tij, duke lënë pas një mori punimesh dhe vepra shkencore nga karriera e tij e gjatë si profesor në Universitetin e Prishtinës. Nga këtej, profili i tij akademik kulmoi me të qenit anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe 2 herë kryetar i saj mes viteve 1999, 2004 dhe 2018-2019.